Ku që respektojmë dëshmorë edhe martirë. Ne se kemi respektu të armën e fëmijëve tanë edhe se meritojmë as lirim. Jem kthyer nga prendimi dhe më kyç radhë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Heronjt, luftarët, dëshmorët, viktimat civile e tjera kanë hapësirat e veta. Në mesin e 86 dëshmorëve kemi edhe 15 veteranë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kjo duhet të ndohet, të ketë vareza të caktuara për veteranët. Ka përfunduar e gjithë epoka në vitin 1999. Pas vitit 1999 nuk ka dëshmorë. Secila periudhë i ka heronjtë e vet. Prandaj duhet të jetë në vendin e merituar secili. Me pse ata nuk janë në mesin e ushtarëve, tyre që kishin edhe lider ushtarak shpirtënor. Dhe kjo është pasqyrë e gjithë neve shqiptarë. Po e nisim rrugëtimin e prezantimit të disa prej komplekseve përkujtimore përmes pamjeve dhe shqellimit të ngjarjeve nga fshati Divjak i Malishevës.
ushtrisë zyrtare të Kosovës. Si pjesëtar e ushtrisë zyrtare të Kosovës. Betohem se do të luftoj për shtririmin e tokave të kultura të Shqipërisë. Kjo zonë dhe ajo e Kleqkës kanë qenë ndër zonat më strategjike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Këtu vepronte shtabi përgjithshëm i UÇK-s, mbaheshin takime të nivelit më të lartë me diplomatët euro-perëndimor. Për të luftuar deri në fitore. Kujtojmë edhe zërin e dëgjuar përgjatë viteve 98-99 të Radio Kosova e Lirë, valët e të cilës janë transmetuar nga ky vend. Arkitekti Alanit Bytyqi kishte qenë prezent në këtë vend 23 vjet më parë. Pikërisht në këtë zonë, në këtë vend ku jemi sot, ka vepruar shtabi përgjithshëm i ushtrisë zyrtare të Kosovës. Sot ai kthehet në këto hapësira që kanë mbetur të boshatisura në pritje të dorës së shtetit për të intervenuar dhe për t'i kthyer ato në komplekse përkujtimore të rëndësisë së veçantë. Në këtë vend ka vepruar shtabi përgjithshëm i ushtrisë zyrtare të Kosovës, prandaj rëndësia e kësaj zone është e madhe, është pjesë e zonës së shpallur nga Kuvendi i Kosovës si zonë e interesit veçantë, që quhet shtabi përgjithshëm i UÇK-s Kleqë Divjak, me planin hapësinor të zonës së veçantë, parashihet që këto objekte të konservohen, të restaurohen, ndërsa në këtë lokacion afërsi të këtyre objekteve të ndërtohet një muze i luftës dhe një qendër protokollare. Por nuk është ndërmarr asgjë, është fat që nuk është rënuar apo nuk është dëmtuar në masë ekstreme ky objekt sepse ka dëmtime anësore, prandaj institucionet duhet të veprojnë dhe jo vetëm ta propagandojnë që janë duke bërë për histori. Zonë tjetër që mbrohet me ligj i votuar nga ligjvënësit e Kuvendit të Kosovës dhe bën pjesë në planin hapësinor për zonën e interesit të veçantë është fshati Kleqk. Aty ndodhet kompleksi i gjithdëshmorëve të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Por asnjë objekt tjetër përcjellës ndonse me ligjparashijen nuk është ndërtuar. Tu kemi dëshmorë që kanë rënë nga gjitha anët e Kosovës dhe Shqipërisë, kemi komandant Kumanovën që ka nga Kumanova për të luftuar, kemi Agim Qelin që ka nga Peja për të luftuar dhe kemi shumë heronjë dhe dëshmorë tjerë. Ka qenë qëllimi i tyre ka qenë liria dhe liria ka shumë dimensione, po dimensioni kryesor është dimensioni human, prandaj edhe këto komplekse memoriale duhet të trajtohen edhe në aspektin, në mënyrë të veçantë aspektin human. Në këtë zonë, pikrisht me 2 tetor të vitit 1998, janë regjistruar disa deklarata të rëndësishme në atë kohë nga gazetari i Radio Televizion të Shqipërisë, Nuhi Bytyqi. Bëhet fjalë për fjalët e thëna nga komandanti Kumanova dhe Agim Qela. Ftoj vëllezërit e mi kudo që janë, që të ndihmojnë luftën tonë të shenjtë me gjitha format. Jam ushtarak i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me fillimin e luftës në territorin e Republikës Kosovës, jam kthyer nga prendimi dhe më kyç në radhë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që ta kryej atë borxh që e kam si shqiptar dhe qytetar i Kosovës ndaj kësaj toke dhe ndaj këtij populli. Varrezat e tyre tashmë ndodhen në kompleksin përkujtimor të dëshmorëve në Kleqk. Në hyrje të këtij kompleksi është vendosur edhe vetura me të cilën kishte udhëtuar komandant Kumanova. Rëndësia e kësaj zone është e madhe dhe duhet institucionet të ndërmarrin hapa konkret që të realizojnë Muzeun e luftës së UÇK-s në Divjak, qendrën protokollare ku do të mund të mbaheshin konferenca vendore dhe ndërkombëtare në një zonë që ka vlera historike po edhe mjedisore, si dhe të realizojnë objekte tjera që përcjellin siç janë pika informuese këtu në Kleqk. Përkundër kësaj rëndësie dhe përkundër obligimeve shtetërore që ka Kosova për këtë zonë, në kompleksin e dëshmorëve që bën pjesë në zonën e veçantë të mbrojtur, ndodhen edhe disa varreza të veteranëve të luftës. Nuk dihet nëse kjo zonë apo ky kompleks është i dëshmorëve apo edhe veteranëve të luftës.
Ndonë se në ligj thuhet se në Kleqë ndodhet kompleksi për kujtimor i dëshmorëve, diçka tjetër shihet aty në realitet. Me një qasje serioze institucionale që do të krijonte një standard të trajtimit edhe të aspektit të varrezave të veteranëve, do të gjendej zgjidhja që në kuptimin që dëshmorët të kenë varrezat e tyre, veteranët të kenë varrezat e tyre, po të këto dyja mos të përzihen, për arsye se vlera e dëshmorit është vlera më e lartë e sakrificës për liri e heronjve, po kjo nuk do të thotë që edhe vlera e veteranit që ka qenë bashkëluftari i dëshmorit është vlerë e ulët. Por kjo duhet të ndahet, të ketë varreza të caktuara për veteranët, ndërsa varrezat e dëshmorëve të mos cenohen, nga se historia shkruhet ashtu siç ka qenë dhe nuk mund të jetë pesha e njëjtë. Është Landovica, aty ku është krijuar kompleksi për kujtimor i dëshmorëve të UÇK-s shumë vite më parë. Nuk ka asnjë mbishkrim se sa ushtar kanë rënë dëshmor në këtë zonë. Ka për na dalin dita ditës dëshmorë pushtohen. Mas 5-16 vite pas luftës po është martir, pas 5-16 vite po bon dëshmorë vishte na ndodh kjo një të merë. Muzeu, si pjesë e këtij kompleksi, ishte përfshirë nga flaka dhe kishte mbetur ashtu. Të shkon teli që s'duhet ai që s'djek. Në brendësi të muzeut ishin disa fotografi të ish ushtarëve të UÇK-s, por kompleksi në tërësi ka mbetur i papërfunduar ashtu si ai i Kleqkës. Ato pjesë që janë përfunduar tashmë kanë nisur të dëmtohen. Shumica këtive janë dëmtuar, kanë fjet vende dhe kërkush merr për reparim, i lanë në shirën e Perëndis. Këtu, përse që krejt kanë lujtë të vorrejtë. Ndryqimi si po shifët i dëmtuar si në gjungëll, se si interesohet kush për ta. Punimet që po shifët i kanë bërë sa për shkel dhe shko për përfitime personale, si kanë bërë që duhet, çdo ku janë çamje. Këtë pjesën e kanë rregullu këshi gjoja me dal ujt, me qarkullu me pompa, po kjo asnjëherë se kanë shumë funksional, pasi se as ujë më duket s'ka as qeshme për me pi ujë, le ma ujë për me shu në formë lumit. Është merë një kompleks i dëshmorëve të kombit, këtë gjendje është turp i Perëndisë. Me sy të përlotur e me tone kritike, flet Selje Morina, ish ushtari batalionit të parë të brigadës 125 të UÇK-s, kur viziton vendin ku pushojnë bashkëluftëtarët e tij. Prej qëturit të poshtë janë vorrezat e dëshmorëve, këtu janë që kanë vdekë prej drini që kanë ndodhur e vrasja pas luftës, kurse ata tjerë gjithë janë prej vdekje natyrale prej Perëndisë, që kanë qitë përmi dëshmorët. Kjo për mu s'ka ku çfarë kuptimi, ja u vlerën dëshmorëve dhe shokëve tyve. Është një turp se nuk e kanë definu numrin, sa janë me siguri ata që mendojnë keqën e këtij vendit dhe ja shtojnë për ditë, çdo ditë kanë janë a dy, se me shkruajnë numrin tamam sa janë ata nuk mund më të shtohen. Këto ban dikush me direktiva ku në drejt që di t'ja u vlerën edhe ative djemve dhe vajzave më të mira këtij kombit që e dhanë jetën për të jetuar në atë lirë. Inshallah, najherë vedisohem si popull, po qysh po ma merr mendja kërku hiq si kemi, ku si respektojmë dëshmorët edhe martirë. Ne se kemi respektu të armën e fëmijëve tanë edhe se meritojmë as lirinë.
Në këtë hapësirë ku quhet kompleksi dëshmorëve pushojnë edhe veteranët e luftës së UÇK-s. Ne jemi të shkel me 2 kom në gjakun e tive, vish për interesa personale disa matrapaz. Nuk intereson se ka mujtë edhe vetaj më konë banvaki në mesin e tive. Më tepër ju të interesu jeta vetë, jo jeta qytetarit, bashkëluftëtarët, dëshmorët, martirët që dhanë jetën, me punu qysh duhet për më arrit një Kosovë me marrë lakmi këtë bota. Për na vish kontra, keq që ma keq vjetë për vjetë për shkollë. Kjo është një të merë për mi dëshmorin tinë, edhe unë jem konë vetë fillim e marim luftë. Kur halal fëmijës temë s'ja baj nëse më vjen të vorrezat për mi shokët mi. Mund qitë. Kur halal s'ja baj. Ashtu si në shumë komplekse të dëshmorëve, edhe në Rahoves në kompleksin përkujtimor të dëshmorëve nuk shkruan se sa dëshmorë janë rënë aty. Edhe aty nuk dihet numri saktë i dëshmorëve. Ndonse quhet kompleks përkujtimor i dëshmorëve, aty pushojnë edhe veteranët e UÇK-s, të gjithë në një vend. Ky kompleks është ngritur diku në 100 vjetorin e shpallës pavarësisë së Shqipërisë, dhe ka qenë një ndër investimet më të mira, më të organizuara të realizuara deri në atë kohë. Mirëmbajtja ka munguar për një kohë bukur të gjatë këtu dhe vetë familjarët janë detyruar që her pas here të kujdesen për varrezat e dëshmorëve të familjarëve të tyre. Në ndërkohë komuna ka angazhuar kompani që merren me mirëmbajtjen, kujdesin ndaj këtyre varrezave përmendorëve që për fat të keq në komunën Rahovesit janë bukur të shumta. Nuk kemi pas një qasje gjithëpërfshirëse në këtë drejtim, një qasje më të organizuar, po secili komunitet, batalion apo zonë e luftës kështu i ka organizuar vetë varrimet, ceremonitë e ndryshme përkujtimore dhe familjarët kanë preferuar që të vrarët, dëshmorët e tyre të jenë në vendbanimin e tyre, dhe kjo ka qenë një problem i madh. Pastaj këtu është kriju edhe një, ta quaj kështu, kaos, edhe në përmbajtje, edhe në formë, edhe në gjitha mënyra tjera, për shkak se nuk i ngjan varreza varrezës, nuk i ngjan përmendorja përmendores. Mbase dikush ka menduar të vlerësoj edhe ata që kanë dhënë kontributin në periudhat ndryshme historike, kanë qenë antarë të lëvizjeve të ndryshme ilegale që kanë përgatit luftën shërimtare, kanë qenë veprimtarë të dalluar të çështjes kombëtare dhe kanë dashur të bëjnë një farë barazimi ose një farë vlerësimi të kontributeve të tyre historike, por gjithsesi le ta vlerësoj publiku nëse është mirë apo është keq e gabuar. Nëse flasim për varrezat e dëshmorëve të rënë në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, atëherë do duhet të specifikohet, të dallohet kjo periudhë nga periudha tjera, me gjithë faktin se të gjithë ata që kanë bërë diçka për çështjen e lirisë tonë, duhet të vlerësohen dhe të kemi respekt e nderim të përhershëm edhe për ta, njësoj si për dëshmorët, por secila periudhë i ka heronjtë e vet. Prandaj duhet t'ia japnim vendin e merituar secilit në mënyrë që brezat pas nesh ta dinë se këtu është zhvilluar një luftë, kjo është zhvilluar një periudhë e caktuar e betejës tonë të përgjithshme, domethënë në periudhën e ilegalit dhe përgatitjes luftës shërimtare, dhe herojtë e kësaj periudhe kanë qenë këta, herojtë e kësaj periudhe kanë qenë këta. Një kujdes që ka munguar, ta quaj kështu kujdes institucional, është lënë vullnetit të individëve dhe të grupeve të ndryshme shoqërore dhe politike. Prandaj ka ndodhur edhe kjo dukuria e varrosjes e përzierjes së varreve dëshmor dhe civil, gjë që nuk mendoj se na bën derë.
Në Deçan ndodhen disa komplekse përkujtimore të dëshmorëve të luftës. Pas lufte me njerë, kemi pas edhe për dëshmorët edhe për martirët që t'jenë një vend, po familjarët edhe për martirët, po edhe për dëshmorët nuk kanë pranu që t'jenë një vend. Kështu që i kemi të shkep në për gjitha fshatat edhe plakat përkujtimore të martirëve, po edhe dëshmorëve. Në fshatin Sllup të Deçanit është një tjetër kompleks përkujtimor, porta e të cilit është ndërtuar me gur që simbolizon forcën e ushtarëve duke u gërshëtuar kështu me kullat deçanase. Ky kompleks përkujtimor i rregulluar tash së voni mban një pllak përkujtimore të emrave të martirëve të vrarë në këto anë, por nuk ka të dhëna rreth numrit të dëshmorëve të rënë aty. Një tjetër kompleks ishte duke u rregulluar në fshatin Irznesh të Deçanit. Duket se çdo fshat mban komplekse përkujtimore të dëshmorëve, por si mbahet ceremonia e nderimit për të gjithë dëshmorët në një ditë. Si shumë komuna tjera, datën 5 maj, është dita e dëshmorëve dhe martirëve dhe gjithë atyre që kanë ra për vendin. Kështu që te para 2 viteve ne kemi pas fshat për fshat, pasi fshat nuk e ka të njëjtën ditë. Pra jemi munduar që se të fshat në datën e rënies të dëshmorëve apo të martirëve të jemi pranë atyre të dashurit të tyre. Kështu që tani e kemi vendosur një datë, pos kësaj date, ne nuk na ndalon askush që të vijmë edhe më shpesh, sepse nga ky gjak ka ky mund na frymëzohem që të bëjmë më të mirën për vendin dhe për qytetarët e Kosovës. Në Glogjan të Deçanit, na priti ciceroni kompleksit përkujtimor Gjafer Sejfijaj. Gurthemeli i këtij kompleksi është vënë në vitin 2000. 22 vjet pas luftës, ende nuk është përfunduar ky kompleks, ashtu edhe si shumë të tjera. Kullë se komplekset memorial i mungon shumë gjana. Një ndër matë kryesorët është për të marrë shtetin mbrojtje, fatkeqësisht që nuk ka ndodhur hala. Jo vetëm Glogjan, po kemi komplekse memoriale edhe tjera që janë nëpër Kosovë. Fatkeqësisht ajo nuk ka ndodhur. Shpresojmë që një të ardhme shumë të afër do të marrin shtetin mbikëqyrje e komplekset memoriale gjithandaj në Kosovë. Këtu në Vorosën 86 dëshmorë, në mesin e 86 dëshmorëve kemi edhe 15 veteranë të ushtrisë lëndore të Kosovës. Në mesin e atyre 15 veteranëve kemi edhe një invalid të luftës, kemi baba dëshmorëve. Fatkeqësisht nuk e kemi pas një vend caktuar në kupë të Vorosën veteranë të luftës, edhe jemi detyruar që në mesin e dëshmorëve Vorosën edhe veteranë të luftës, sepse janë më të afër me dëshmorët e kombit se sa me civilët të luftës. Shumë afër rrugës kryesore ndodhet kompleksi përkujtimor i dëshmorëve në shtime. Në këtë kompleks përkujtimor është një pllak, por pa të dhëna rreth numrit dhe emrave të dëshmorëve të rënë në këtë komunë. Në mesin e varrezave të dëshmorëve shihen të dhënat të rënëve në vitin 2000, por që nuk kanë vdekur në luftë. Për dallim prej vendeve të tjera, këtu në shtime kanë ndarë një hapësirë për varrezat e veteranëve të luftës. Afër kompleksit përkujtimor të dëshmorëve ndodhet hapësira e lënë për varrezat e kontribuesve të luftës së UÇK-s. Kompleksi përkujtimor i dëshmorëve që ndodhet në Kamenicë mban emblemën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këtë vend pushojnë dëshmorët e UÇK-s që kanë rënë përgjatë viteve 98 dhe 99, por jo të tjerët. Nuk janë të rralla ditët kur këto varreza vizitohen nga shokët e dëshmorëve, ata të cilët luftuan bashkë me ta, dhe këtë ditë ata nderuan veprën dhe heroizmin e tyre. Lavdi.
Lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka përfunduar në vitin 1999. Dhe të gjithë ata që janë vrarë në frontin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ushtarët të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka përfunduar e gjithë epoka në vitin 1999. Pas vitit 1999 nuk ka dëshmor. Mund me konë viktim, mund me konë burri mirë, mund me konë veteran një OÇK-s, e gjithë e tjera mos i përmeni, mirë po dëshmori i kombit ka përfunduar në vitin 1999. Për ata ne këtu i kemi vetëm ata që kanë vdekur në kohën e luftës dhe për luftën. Gjithë ata tash nuk kemi edhe, jo që s'ka hapësirë, po dhe nuk kemi lënë hapësirë se s'kemi më nevojë. E për kategori tjera, ka hapësirë tjetër, mundon mënyrë fizike, mirë po jo në kadër të veteran, të dëshmorëve të kombit. I përkulem çdo personi që ka dhënë sa do pak për çlirimin e Kosovës, tu filluar familjet të dëshmorëve, veteran, të invalid, popullata përgjithësi e ka ndihmuar dhe ka përkrah. Mirë po kategorizimi ka dallim dhe janë tjerë. Nuk hin kodër të kësona dhe nuk bën me ndodhë. Heronjt, luftarët, dëshmorët, viktimat civile tjera, kanë hapësirat e veta, ato memorialet e veta ku janë varros. Ndërsa personat që kanë vdek pas luftës, ose që kanë kalu dekada ndoshta pas luftës, ato do duhet varroseshin në hapësira tjera. Qofshin hapësira civile, qofshin funi legjendet një hapësirë tjetër në bazë të asaj që e interpreton familja ose komuniteti ose bashkëluftarët ose mirë po të bën pjesë atyre varrezave ose komplekseve memorialeve të dëshmorëve, mendoj që nuk është e drejtë. Një kompleks tjetër që është ndërtuar tash së voni dhe u takon dëshmorëve të batalionit të Llapit ndodhet në fshatin Penu të Podujevës. Ky kompleks përkujtimor mbase mbetet shembulli më i mirë se si do duhet të duken komplekset e dëshmorëve. Pamja kësaj hapësire duket madhështore, ashtu siç ishte edhe vepra e heronjve të Kosovës. Megjithatë, diçka i mungon këtij kompleksi. Për këtë flet bashkëpushtetari këtyre ushtarëve që tashmë pushojnë në këto varreza. Po Zahir Pajaziti, Hakif Zejnullohi vdiqen bashkarisht, më thonë nuk i ndohu as vdekja. Tani mas lufte, ky kompleks kur u ndërtue, më thonë Hakif Zejnullohi i sëllën e shtrat e tina i këtu, ndërsa të Zahir Pajazitit dhe Ilir Konushevcit ju. Para pak ditëve e patëm rastin kur i kthyen eshtrat e Ilir Konushevcit, i kthyen në Prishtinë. Realisht dosht eshtrat e Ilir Konushevcit jenë këtu. Edhe për rastin e eshtrave të Zahir Pajazitit duhet me ju bo pyetje familjarëve tyne, që nuk është e pranueshme pse ata nuk janë në mesin e ushtarëve tyne që e kishin edhe lider ushtarak shpirtënor, e kishin Zahir Pajazitin edhe Ilir Konushevcin. Po teke politike, të liderve të ndryshëm politik, qysh kanë ditë me hinë me familje, me i përdor për interesat tyne, dhe më thonë ka shkaktu edhe të ndarja të familjarët e dëshmorëve. Janë tipike, janë politike këtu ndomje. Pra me një fjallë, ky kompleks pa ardhë eshtrat e Zahir Pajazitit dhe Ilir Konushevcit nuk do ta ketë
kuptimin e plot. Varësisht prej preferencave të ndryshme politike dhe grupore, ka ndodhur edhe një devijim, ta quaj kështu, historik, ose ndryshim i fakteve historike, për shkak se në varrezat dëshmorëve janë varrosur edhe numri konsiderueshëm i veprimtarëve, Si ky rasti që e kemi këtu për. Po, do të thotë kemi këtu veprimtarë dhe ushtarë të dalluar të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, që kanë vdekur pas vitit 99, pas përfundimit të luftës, janë varrosur në këtë kompleks. Po që i spjegon ai që u konë ushtarë, qaj që s'u konë e kanë bo me të njofshëm me thonë dëshmore, s'ka kanë bo dallavere, mi tregu historikën që duhet. Se historia jonë që shpeshon në shqitonin, sa jemi gjallë, pëndrojnë. Për fat keq, domethënë ka ndodhur një farë ndarje kështu politike, ideologjike dhe sa u përket memorialeve. Jo vetëm në simbolikat e tyre, por nganjëherë edhe në hapësirat e tyre. Dëmton atë konsensusin social, ose konsensusin vleror, sepse rreth vlerave të luftës duhet të kemi konsensus. Nuk mund të kemi ndarje rreth një ideali ose rreth një heroizmi ose rreth një pune gjigante që është bërë për me ofru, për me kriju lirinë e këtij vendit. Në këtë aspekt nuk bën me pas ndarje. Në lagjën shqipol të Mitrovicës ndodhet kompleksi përkujtimor i dëshmorëve të rënë në këtë vend. Varrezat e tyre janë në këtë gjendje. Të dhënat e varrezave të këtij kompleksi kanë filluar të fshihen. Portretet e ushtarëve të vendosura në këto varreza ja si janë. Memoriali ka funksionin e përkujtimit të përhershëm. Nuk është përkujtimi përkohshëm, po përkujtimi përhershëm i të rënëve ose viktimave të luftës. Por një pjesë e madhe e komplekse në Kosovë si rezultat të mungesës së qasjes serioze institucionale apo përkujdesjes institucionale është lënë në dorën e iniciatorëve apo vetë protagonistëve të luftës, të cilët i kanë realizuar në mënyrë vetanake apo edhe me mbështetje teknike të institucioneve, po jo në mbështetje në aspektin ideor, dhe më shumë ato komplekse janë bërë me improvizime. Dhe gatishmëria dhe qytetarëve çdo kujt me dhënë mjete për ndërtimin e tyre. Kështu që shpesh ndoshta edhe kur bëhen në baza vullnetare edhe kvaliteti i atyre ndërtimeve nuk ka qenë në nivelin e duhur, po mbi gjitha problemi është se ato janë ndërtuar, por nuk është menduar se si do t'i mirëbën apo kush do t'i mirëbën. Gjithçka deri këtu që ka ardhur, për shifni sot këto varrezat e dëshmore, ka ardhur me vullnetin e qytetarëve të komunës Dardanës, me një komision që ka qenë më herë pas luftës i formuar dhe kemi marrë iniciativën për ndërtimin edhe të labidarëve, që janë kodër të komunës Kamenicës gjithandej, dhe kemi arrit deri këtu. Mirëmbajtja nuk është e kënaqshme, këtu deri dikun ka arrit, një përfundim kështu që si po shifet, mirë po kryesisht labidarët nuk mirëmbahen mirë dhe janë damtuar disa besa dhe disa që kanë qenë të rregullum, janë damtuar mermeri, janë damtuar gorë që kanë qenë. Në shumë raste ka ndodhur që për fat keq cilësia punimeve të jetë jo në nivelin e dëshirueshëm. Si përgjan një kompleksi si duhet, se nuk e ka mirëmbajtjen, ka dëmtime të mëdha. Janë disa të cilat duket që nuk do t'i mbejetojnë historisë për me u shndruar monumente historike ose monumente do të thonë trashëgimi historike. Mendoj se kjo ka të bëjë me kulturën tonë të përgjithshme për ruajtjen e trashëgimisë tonë kulturore dhe historike.
kemi thënë dhe themi vazhdimisht se këta janë vlerë e veçantë, janë njerëzit që kanë bërë dhe kanë dhënë më shumti për këtë vend, prandaj edhe meritojnë që të bëhet, të nderohen, të përkujtohen gjithmonë. Asnjëherë nuk kanë investuar institucionet për këto komplekse, po kanë investuar kryesisht qytetarët, me ndimin e tyre, me ndihma, dhe është ardhur në këtë situatë që jemi tani. Likoshan është ai memoriali. Atje janë në formë si në formë piramides edhe janë me xham. Edhe kur i kum pa xhamat e thyer, më njëherë kum thonë, po çka kanë mendu ata që kanë bërë me xham, ata xhami nuk është material i qëndrueshëm, është material i brisht. Edhe ajo zëvendësimi i xhamit masandej gjithmonë kushton, edhe nuk është që vetëm kushton, por kushton edhe emocionalisht, pse me u thye. Këtu vetëm edhe këtu kanë vjedhë si çdo ku edhe në vorreza dëshmorëve. Dhe kjo është pasqyrë e gjithë neve shqiptare. U kthyem në kompleksin përkujtimor të Landovicës, aty ku ndodhen edhe 2 varreza të shqiptarëve të rënë në luftën e dytë botërore. Po bëhen më se 60 vjet që nga përfundimi i luftës së dytë botërore dhe emrat e të rënëve në atë kohë mund të lexohen për dallime të dhëna të ushtarëve të rënë në luftën e fundit në Kosovë, që tashmë kanë nisur të fshihen. Kjo flet shumë për materialin e përdorur gjatë punës për ndërtimin e këtyre varrezave të dëshmorëve. Cilësia e punës që bëhet është tepër e dobët, edhe ndoshta ato punimet e aty në epokave më hershme që përmendet, ndoshta kanë qenë ma cilësore. Tu do të më konë një kopsh me lule, sen më konë vetë në vendet tjera, ku nuk kanë dëshmorë, kanë lakmit i kenë edhe ata dëshmorë. Me vësjel lirin, i këshin mi mbajt ndryshe. Dëshmorët e kombit e meritojnë respektin më të madhin që ne mundëm për mja vot dikuj. Ato duhet të ndërtohen asisoj që të kenë vlerë të përhershme, e mos të kenë vlerë kështu të përkohshme ose momentale. Çështja e përkujtimit të dëshmorëve të heronjve, vlerave të lirisë, është vlerë universale, për arsye se liria është vlerë universale dhe ne nuk duhet të lëshohemi në nivelin që kompleksin memorialit të trajtojmë nga aspekti i ngushtë provincial, por këto të trajtohen në aspektin universal për arsye se vlera e lirisë është, po them, prapë vlerë universale dhe një vlerë arkitektonike që paraqitet në këto komplekse duhet të jetë vlerë që qëndron kohës dhe është e pranueshme edhe për gjenerata të tjera, po edhe për vizitorët vendor dhe ndërkombëtar. Ka shumë memoriale të cilat duket se vizitohen vetëm në ato ditë përvjetor, domethënë të shënuara, edhe atë ditë rregullohen ose pastrohen, masanej pjesa tjetër mbetet pa ndonjë përkujdes të veçantë. Këtë rrugtim po e përmbyllim me hapësirën që dikur njihej si pjesë e kompleksit i ndërtuar me 1961 për të nderuar ushtarët partizan të rënë në luftën e dytë botërore. Në një hapësirë të këtij kompleksi tashmë ndodhet varri ish presidentit Rugova. Në anën tjetër të këtij kompleksi ndodhet ishi burgosuri Politika Demdemaçi dhe disa veprimtar të tjerë. Krejt poshtë kompleksit ndodhen edhe disa varreza të veteranëve të UÇK-s dhe të vrarëve në incidentin e Kumanovës. Unë për që jam drejtor të paktën që 3 vite, se po ku 5 herë kam bërë kërkesë në komunën e Prishtinës, të takohem me kryetarin e Prishtinës, që në qoftë se s'ke mundësi gjithë dëshmorët me caktuar një pronë, ku do të kemi gjithë dëshmorët në Prishtinë, në qendrën e Kosovës, të paktën ato varreza të dëshmorëve që janë, ato t'i rregullojmë dhe ta bëjmë një park memorial ku do të ishte varri i presidentit, varri Demdemaçit edhe varrezat e dëshmorëve. Ai memoriali i Lënqës dhe pjesa tjetër të ishte edhe rekreative, po edhe një qendër ku dhe një vizitor jashtë kur vindet me pas ku me shku dhe me pa diçka. Rreth 4 vjet më parë në komunën e Prishtinës është deponuar një peticion nga banorët e kësaj ane për t'i larguar këto varreza nga kjo hapësirë, por asgjë nuk është ndërmarrë që nga ajo kohë.
Madje këtu vetëm sa shkon dhe shtohet numri i varrezave të veteranëve të UÇK-s. Gjëja më e keqe ose më shëmtuar e Prishtinës është ajo pjesë ku nuk gjithçka mund të ketë vetëm rregull, vetëm vlerë, vetëm krenari në kohë. Memorialet në rand parë janë për me përkujtue të vdekurit ose të rënit, edhe për me u shpreh respekt. Prioriteti do duhet ishte konservimi dhe restaurimi i kullave të rezistencës, nga se historia është krijuar këtu, rezistenca është krijuar këtu. Kjo vetë shtypia flet, kjo vetë tregon se çka ka ndodhur, pamja e saj tregon se çka ka ndodhur. Serbia me çuçarllëkun e saj në pamundësi që të merret direkt me ata që ishin në armë, është marrë me fëmijë, me gra shtatzana. Kanë dhënë jetën për të njëjtin qëllim, janë vrarë të njëjtën kohë, meritojnë të gjithë të njëjtin tretman. Qysh 400 trupa edhe me mirë në kitë gjanje është mas e adhemshme. Qysh jen këta armaturat pa punuar, ky mure në veç përmenduarja e Velan Bakirit të në req, tjetër sa në të nuk. Se me ditë brezat pasasht tanë ta dinë histori çka kanë bëu ata barbarë. Se nëse i lëmë kështu, ne përshdukum edhe historinë tonë. Sepse ne ja kemi jap shtetit, ja kemi shku historien këtu. Shteti se pranon. Shteti po neglizhon.